E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari zotria Jup Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes, i nderuari Zëvendës Ministër Shemsi Sylla, i nderuari Komandanti i Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, ushtar, nën oficer dhe oficer, të dashur rekrut dhe familjar të rekrutëve, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotërej, motra dhe vëllezër. Jam shumë i gëzuar që sot jam bashkë me juve këtu për të kurorzuar suksesin tuaj të arritur përgjatë 9 javëve të trajnimit bazik, i cili filloi në mes të dimrit dhe po përmbyllet në fillim pranverës. Këtë e keni bërë duke treguar përkushtim e disiplinë, ndërtim të frymës ekipore si dhe përvetësim të teknikave dhe taktikave ushtarake. Të gjitha këto kanë bërë që tashmë të keni formimin e plot si ushtar profesionist. Diplomimi juaj sot është shumë i veçantë për faktin se ndodh pikërisht në muajin e lavdisë son kombëtare. Muaji mars nis me epopeen e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandante Adem Jashari shënon kthes historike për popullin ton në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që kulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë, dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Kjo fitore kulmoi me 24 mars të vitit 1999, fal ndihmës së miqve tanë e të lirisë, ndërhyrjes së forcave të NATO-s dhe bombardimit të caqeve serbe, duke vullosur kësaj çlirimin ton në qershor të vitit 1999 pas përpjekjeve shekullore e sakrificave ndërbreza. Diplomimi juaj sot, në fund muajit mars, vjen si një kapitull i ri pas lavdisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndërhyrjes së Aleancës Veriatlantike. Vjen si vazhdim i amanetit për mbrojtjet të dheut dhe kontributit për paqe. Uniforma të cilën do ta bartni nga sot është nder i posaçëm dhe përgjegjësi e madhe. Ajo është dëshmi e gjakut dëshmorëve që u fliuan dhe frymëzim për të ndërtuar të ardhmen. Prandaj kujdesuni fort për të. Ruajeni e nderoni duke mbrojtur demokracinë dhe vlerat e saj. Ju jeni garanca më e fuqishme që populli i Republikës son do të jetojë në paqe, integriteti territorial do të jetë i pasënueshëm dhe sovraniteti i paprekshëm. Në realizim të këtij vizioni, mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme, sepse e tillë është vendosmëria jonë për të ngritur e zhvilluar kapacitetet tona mbrojtëse. Mbështetja jonë do të jetë vazhdimsi e mbështetjes 4-vjeçare që kemi bërë deri më tani. Përgjatë këtij mandati kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, kemi rekrutuar 2315 ushtarë të rinj, të cilëve do t'ju shtohen edhe 390 ushtarë të tjerë në muajt e ardhshëm, në total 2705 ushtarë. Kemi investuar në armatim në vlerë prej 319 milion euro, duke bler dronët luftarak Bayraktar, sistemin raketor antitank Javelin dhe së shpejti do t'i kemi edhe helikopterët Black Hawk apo skifterat Zi në inventarin e ushtrisë tonë dashur. Kemi vendosur themelet e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municionit Made in Kosova e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve të NATO-s. Kemi trajnuar 4 herë më shumë ushtarak dhe kemi zgjeruar infrastrukturën ushtarake me qindra hektar në zonën e trajnimit në Babajt Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Kemi dhënë shfrytëzim prona treja në komunat e Mitrovicës, Podujevës e Suarekës dhe janë investuar 10 miliona euro në ndërtimin e depove ushtarake.
Edhe këto janë realizuar duke ndjekur planin ton të përbashkët e të detajuar për ta fuqizuar ushtrinë tonë. Në të gjitha këto suksese, puna dhe përkushtimi i komandantit të FSK-s, General Lejtnant Bashkim Jashari dhe Ministrit të Mbrojtjes Ejup Maqedonsi kanë qenë në nivelet më të larta. Për 4 vite janë ndarë 620 milion euro për ushtri. Në vitin 2025 i kemi shtuar edhe 208 milion tjera, 2 fish më shumë se sa që ishte parapar në planin e tranzicionit. Kjo ka bërë që për herë të parë në mandatin ton të arrihet 2% i bruto produktit vendor për ushtri, e cila do të vazhdoj edhe këtë vit. Këto nuk janë vetëm shifra tabelash financiare, por garanci për sigurinë kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, përveç rritjes buxhetit, blerjeve të armatimit dhe përmirësimit të infrastrukturës ushtarake, kemi shtuar bashkëpunimin me partnerët tonë strategjik, mbi të gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu me vendet e NATO-s. Synimi ynë është i qartë, ndërtimi dhe rritja e një ushtrie që respekton standardet më të larta të NATO-s dhe që është pjesë aktive e arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare demokratike. Kosova nuk është vetëm një shtet që kërkon mbështetje, Kosova është një partnere që kontribon, që investon dhe që garanton sigurinë rajonale. Shumë të dashur rekrut, sot nuk është thjesht një ditë e diplomimit tuaj. Sot është dita kur ju do të bëni betimin mbi të cilin do të shërbeni popullit atë dheut dhe lirisë. Ju do të jeni në radhë të parë në çdo situatë krize, në ndihmë të qytetarëve tonë, në mbrojtje të kufive, e në operacionin ndërkombëtare si përfaqësues të Republikës tonë, e cila synon paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjat në rajon e MXH. Mos harroni asnjëherë që uniforma që mbani sot është trashëgimi e sakrificës së UÇK-s, por edhe përgjegjësi ndaj së ardhmës tonë të përbashkët. Secili prej jush përfaqëson jo vetëm veten, por tërë popullin e Kosovës. Ju përfaqësoni amanetin e dëshmorëve, shpresat e prindërve dhe besimin e gjithë qytetarëve tonë. Kjo uniform nuk mban vetëm simbole, ajo mban idealet e një populli që u ngrit nga plagët, fitoi lirinë dhe e gëzon shtetin e vet. Të dashur prindër të regrutëve, ju jemi mirënjohës për edukimin që ua keni dhënë bijave e bijve tuaj. Nga sot atë dheu ynë qëndron mbi supët e tyre, e supët e tyre nuk do të lejojnë që kur atë dheu të përullet. Si gjithmonë, përjetësisht, si Shqiponja, në qiellin e lirë mbi tokën e dashur, atë dheu ynë do të jetë lartë më lartë, thellë më thellë. Deri tani regrut, nga tani ushtar të Republikës, urime, diplomimi dhe shërbimi i ndershëm qoftë kryefjala e sukseseve tuaja. Roft ushtria e Kosovës, roft Republika e Kosovës. Ju faleminderit.